Përshëndetje, mi jeni duke dëgjuar edicionin informativ më të bukur vetëm këtu në Radio Travel. Bijuteri me mision, vathi që dërgon alarm për siguri. Një histori frymëzuese vjen nga Afrika e Jugut, ku një nxënëse 16 vjeçare ka krijuar një shpikje që mund të ndryshojë jetën e shumë grave. Një vath inteligjent që duket si një bijuteri e thjeshtë, por funksionon si një pajisje sigurie e fuqishme. Kur vathi aktivizohet me një buton të fshehur, ai kap fytyrën e sulmuesit përmes një kamere të vogël, gjurmon vendodhjen e saktë të personit dhe dërgon alarm menjëherë te kontaktet dhe autoritetet lokale. Kjo e bën pajisjen të dobishme, veçanërisht në situata stresuese kur telefoni nuk është afër. Një student 19 vjeçar kthen $135,000 dhe fiton zemrat e të gjithëve. Një histori që ngro zemër vjen nga një student 19 vjeçar, Jose Nunes Romanis, i cili gjeti $135,000 cash pra një ATM-je dhe bëri zgjedhjen e dur, ja ktheu menjëherë autoriteteve. Hetuesit më vonë konfirmuan se parat i kishte harruar aksidentalisht një kontraktor i bankës. Qyteti dhe departamenti i policisë e nderuan duke i dhuruar një bursë prej $500, një pllak nderi dhe bileta sezoni për ndeshjet e universitetit, si dhe një ftesë për të aplikuar për një punë në sigurinë publike, duke i ofruar ëndrrës së tij për të bërë detektiv. Djaloshi nga Nashville adoptohet nga familja e mikut të tij. Një histori prekse për mirësinë dhe familjen vjen nga Nashville, ku një djalosh 12 vjeçar, Andre Grill, pas vitesh në sistemin e kujdesit së përkohshëm, u adoptua nga familja e mikut të tij më të mirë. Pika e kthesës erdhi kur në moshën 10 vjeçare, ai shkoi për të jetuar në shtëpinë e një miku të tij, Gjok. Gjatë një surprize në park, Gjok mbante një bluzë me mbishkrimin: "Do të jesh vëllai im." Andrew shpërtheu në lot dhe pranoi duke u shprehur: "Faleminderit që nuk u dorëzuat për mua." Edhe pse ndonjëherë marrin shikime të çuditshme në publik për shkak të ngjyrës së lëkurës së tyre të ndryshme, nëna Dominique Grill thot me vendosmëri: "Dashuria nuk ka ngjyrë." Historia ndryshohet. 17 vjeçare bëhet avokatja më e re e Kalifornisë. Një rekord i jashtëzakonshëm u thye në Kaliforni kur Sofia Park, vetëm 17 vjeç e 8 muaj, u bë avokatja më e re që kaloi një nga provimet më të vështira ligjore në vend. Ajo të kaloi rekordin që mbaj nga vëllai i saj i madh, ku të dy fillon udhëtimet e tyre drejt ligjit që nga mosha 13 vjeçare. Pas suksesit të saj në provim, Sofia punoi si law clerk në zyrën e prokurorit të qarkut tulare, ku punoi edhe vëllai i saj. Dhe historia e mrekullueshme e familjes Park mund të mos ndalet këtu. Motra e vogël Sarah Park, vetëm 14 vjeç, tashmë ka kaluar baby bar dhe është në vitin e 2 të shkollës së ligjit, duke u bërë të mundur që një ditë të sfidojë rekordin e Sofias. Harrojeni futbollin, ky është sporti më i çuditshëm që po çmend botën. Në Korenë e Jugut ka marrë përmasar zyrtare një sport ku rregulli i vetëm është të mos bësh absolutisht asgjë. Quhet Space Out Competition dhe qindra njerëz mlidhen në mes të Soulit vetëm për të parë në hapësirë. Rregullat janë të thjeshta. Për 90 minuta nuk lejohet telefoni, nuk lejohet gjumi, as të qeshësh, e madje as të shohësh orën. Gjyqtarët kalojnë rreth e rrotull dhe masin rajet e zemrës së pjesëmarrësve. Kush i ka rajet më të qeta dhe pamjen më të ngrirë, shpallet kampion. Në një botë ku jemi gjithkohon në stresin e punës dhe njoftimeve të telefonit, koreanët po thonë: "Mjaft truryn ka nevojë për një buton pauzë." Dhe me këtë lajm të fundit kaq të bukur për sportin, ne kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel.